E di pse nuk mba logjika me Florian. Mban për shkak se koalicion mund të etnik atje. Ama nuk mund të një kandar ta kesh për këtë, një kandar tjetër ta kesh për frontin edhe Vlenin. Nga aspekti formal juridik, Miskovski i ka fituar zgjedhjet dhe e ka marrë mandatin nga kryetari i shtetit. Shumë mirë. Atëherë, nga aspekti formal juridik, Fronti Evropian i ka fituar zgjedhjet ndaj Vlenit. Nuk e di pse nuk mba logjika me Florian. Mban për shkak se koalicion mund të etnik atje. Ama nuk mund të një kandar ta kesh për këtë, një kandar tjetër ta kesh për frontin edhe Vlenin. Tash omba e kandarit për të dyja, ndryshohet prap njëjtin nuk. Si të them tash. Në Maqedoni që është një shtet binacional. Unë e them lirisht, megjithëse në kushtetut nuk është ashtu, por ne lirisht do ta themi, mund ta themi se gjendja faktike tregon se është shteti shqiptar. Unë nisem nga rrugë Vleni e ka shpartalluar dhe shpresën më të fundit ta shpërtash. Nuk mund asnjëherë të formohet një qeveri në Maqedoni pa shqiptarët. Asnjëherë nuk mund të formohet. Mundet. Pa shqiptarët nuk mund të formohet. Do të tregoj se mundet. Në pyetjen Kristian Mickovskit, a rrezikohet stabiliteti i qeverisë me daljen e Arben Taravarit nga qeveria? E mba mend përgjigjen cila ishte? Ne dhe Znami, kështu tha Kristian Mickovski, ne, koalicioni vëmëros, edhe Znami kemi 62 a 63 vota, 63 deputeta kemi dhe nuk ka asnjë çfarë dyshimi se mund të ketë ndonjë destabilitet në qeveri. Vlenin se përmendi hiç. E din çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë jo vetëm Arben Taravari. Këtë me rend mund dalin, ne qeveri kemi.